Unë besoj që Turqia do ketë shumë të vështirë të vendosë bazat e saj në Siri, sepse shoqë izraelitët janë të bindur që Amerika do jetë në anën e tyre kësaj radhe. Anën e Izraelit. Në anën e Izraelit, pavarësisht se nga njëra anë kjo administrat mendojnë që Turqia mund të ikë nga orbita dhe të shkojnë në orbitën ruso-kineze, por nga ana tjetër ideja është që vendosja e bazave turke në Siri do kërcënonte Izraelin, dhe kjo është një administrata më pro-Izrael ka parë historia e Amerikës. Dhe dyta, vendosja e bazave turke në Siri do rrezikonte kurdët dhe nuk shoh që Amerika t'i ketë lëshuar kurdët, përkundazi, nuk ka lëshuar fare kurdët në Siri për momentin. Dhe treta është duket që administrat po mundohet të fusi Arabinë Saudite në Siri. Pra, marrëveshjen mes kurdëve dhe qeverisë tanishme të Damaskut e ndërmjetësoi Arabia Saudite. Dhe po mundohen të fusin një fuqi tjetër pikërisht për të larguar dhe për kufizuar Turqinë në këtë rast. Prandaj them që Turqia vështirë se mund të arrijë të vendosë bazat që t'i japi mundësinë Izraelit për t'i goditur. Unë mendoj që Izraeli nëse shkon tek vendosja e bazave, bazat do i godisi pa diskutim. Pra ka një lloj vendosmërie për t'i goditur bazat e tilla. Po baza mund vendosin ata, po Izraeli nuk lejon sisteme kundërajrore. Pra qillin do ta përdori kundër Iranit. Nuk funksionon baza. Shiko, edhe kur ishin rusët, edhe kur ishte Asadi, edhe kur ishin rusët, Izraeli ka bërë sa herë bombardime. Me leje të rusëve dhe njoftonte rusët përpara. Këtë kërkojnë edhe turqit. Rusët, por ka bërë gjithmonë, nuk kanë bërë, po vetëm kur kanë lejuar të rusët. Edhe turqit të kërkojnë sot, të shkojnë në të njëjtën marrëveshje që kishte me Rusinë, pra ti mund të sulmosh, atëherë kur të lejon leje. Pra unë duhet kem njoftim përpara kur ti sulmosh. Këtë bënte Izraeli me Rusinë. E njoftonte përpara, sepse Rusia kishte S-400 atë dhe i ka akoma S-400 në bazën në Tartus. Dhe bombardimet që po bën Izraeli tashti po shkojnë në favor të Rusisë, sepse po bombardon të gjithë materialin ushtarak, duke mos e lejuar Ukrainën të marrë asnjë material ushtarak nga Siria. Ukraina kishte bërë plan që t'i merrte këto materiale ushtarake, të gjitha me raketa, me armatime të gjitha. Nuk po merr dot asnjë gjë sepse Izraeli po i shkatërron të gjitha. Burime alternativë. Është një hipotezë bile që Izraeli po ngul kam tek presidenti Trump edhe tek Shtetet Bashkuara të Amerikës që Rusia të mos detyrojnë të tërhiqet Rusia plotësisht nga Siria për ta përdorur për kundërpeshë për Turqinë.